Mbrëmjen e së martës kanë mbërritur në Shkodër haxhilerë që kryen haxhin për 20 ditë në vende të shenjta Mekës dhe Medinës. Pas mbërritjes në Shkodër, ato shprehin emocionet e tyre për këtë rit të kryer, ndërsa theksuan se nuk ka fjalë për të përshkruar këtë kënaqësi. Haxhi ishte një detyrë që i takon çdo muslimanit, një nga detyrat për me plotësuar kushtet e Islamit. Ishte në pritja, ishte në lartësinë e duhur, urhesa ishte në lartësinë e duhur. Edhe inshallah Zoti ju pranon të gjithëve haxhin dhe inshallah Zoti ju bën të mundën të gjithë muslimanëve për me vizituar ata vende të shenjta. Haxhi quhet ultimi i jetës. Nuk ka fjalë me përshkruar kënaqësitë. Vetëm një gjatë duhet me ditë. Vetëm ai që shkon atje e kupton kënaqësinë edhe ato shpërblimet që ka ai vend. Vetëm ai që shkon atje nuk mundesh me përshkruar me fjalë. Haxhin, shkumjen, Mekën, Medinë, si për umra ashtu për haxh. Haxhi ka rëndësi të veçantë, është një ndër 5 ftyllat e Islamit. Lumku ja ban Zoti rrezik, inshallah Zoti ja ban rrezik gjithkujt. Është kënaqësi e madhe, nuk përshkruhet me fjalë. Për Zotin, sa do më folën ju i tesh, prap sarrimi ju përshkruaj. Vetëm ata që kanë atje munden me e kuptojnë më mirë se tan, domethënë se çfarë do të thotë haxhi. Mirë, shumë bukur për Zotin. Falënderoj Zotin, këtë mirë. Çfarë do të thotë ky moment shpirtëror për ju? Di që më thonë është emocioni i veçantë. Ndërkohë miftoi i Shkodrës Imam Muhamet Sytari tha se këto haxhilerë bashkërisht janë lutur në vende më të mira të globit në kohë të çuditshme dhe në kohë provash, si edhe në kohë paradoksesh. Patjetër që të shoqënuam me këto tekbire që na e çojnë zemrën pesh, marrim emocione të më të mëdha të mritjes në Shkodër të 100 haxhilerëve të shtëpisë Allahut, të cilët këtë vit e kanë pas fatin e mirë me u bashku me miliona besimtar musliman nga marrë bota, edhe bashkarisht me u lut në vendet më të mira të globit, në kohë të çuditshme, e në kohë provash, e në kohë paradoksesh, mirë po bekimi i madh për ne është që nga qyteti jonë janë një grup i madh besimtarë që janë përgjigjë ftesës së Allahut, edhe kjo na bën me unë mirë, edhe na fton me meditu edhe me menu se Zoti na don, edhe Zoti na fton me shku pas thirrjes së Tij, e me shku drejt bardhësisë, e drejt udhëzimit, e drejt asaj ku është pëlqimi i Allahut në jetën tonë të përkohshme të kësaj bote. Haxhi është një prej 5 shtyllave të fesë islame, teksa këtë vit nga Shkodra kanë qenë 104 haxhilerë.